A dini për çka ka orë koha? Orë koha me ju full për operimin që kom bo në bark. E di që kom marrë shumë kohë dere për me ju tregu për krejt procesin se shumë ka ecë mu, ama mas pare po filloj me arsyen pse kom vendos me bo këtë operim. Unë e di që ka me pas komente ndryshme që mojnë me thonë pse s'ke ushtru fitness, pse nuk i ke baj dietat, e të tjera. Një sen po du m'ja u qitë në reminder. Unë se është stërthon kësan, ama prej që kom bo operimin e shpinas, unë kom fillu me shtu pesh gogja shumë. Edhe unë kom ushtru fitness, më me përcilë dhe TikTokat më poshtë, ama unë kom mojtë me arrit rezultat në kitë pjesë të tjera trupit, po të barku jo. Se pjesën e shpinas, bashku i kam të vendosu na vidat, unë e qatë pjesë barkut nuk më i me ushtru se s'kam leves shumerit trupet për me ushtru qatë pjesë, te edhe 2-3 vjatë me ushtru krejt e dina që barku në shumë probleme hik. Unë nuk është jem një rahat me trupin tam edhe thash, okej, po mendoj mirë se çka më me bu. Kom provu detox, kom provu dieta, nuk është më kanë ndihmu asnjëna. Edhe vendosa me bë liposuksionin. Jem hikum let's Google gjatë shumë para se me bë, që me pas informacione sa më të mira që edhe nëse jam dhimbje të paktën me di se ç'më reagu. Unë kom vendosur me bë liposuksionin te Spitali Amerikan. Më ka pëlqyer shumë doktore mënyrën që ma ka shpjeguar, më ka kallëzuar rezultatet e tjerëve. Edhe veç i kom besu për punën e vet që e bën, ke erdhi dita për me hin operim. Unë nuk jem tut hiç. E di që nuk kam ndije dhimbje momentin që e në operim. Kur qohash një 2-3 orë të mira e ki që s'ki dhimbje e që tani më në të lëshu dhimbë. Okej. Operime ka zgjatë 4 orë. E di që është shumë, ama unë e kom bë 360 shkallë. E kom bë kitë pjesën këto anash, knej krejt, kitë pjesën e barkut, anësoret edhe të shpina mbrapa. Momentit që më qu për operimet nuk kom pas dhimbje. Më me thonë, mas 3-4 ore, ja ka njësë më lëshu dhimt, ama nuk jenë kanë dhimt në dhaja. Jenë kanë si kur dhimt këtë merë kalljet Moskojv. Rikuperime ka vazhdu 3 det, unë kam i kallzu drejt, pa jo rajt heq. 3 det nuk më jtë më qu vet, nuk më jtë më shku në banjë vet, as më ndru, as më laku. U kanë, do me thonë që aje dhimbja që thonë si kur me marë kalljet Moskojv që nuk më nësh me livrit, ama jo dhimt e madhe që me pas nevoj me pi qetësusa ose me shku me marë infuziona. Jo. Do me thonë, 3 det është me pas dikan që kujdeset për ty, se vet nuk i me majtë. As kësoj, po du mja cek që qato det, e jo qato det, po gati për 6 muaj do në me pi ujë shumë, edhe do në me kujdes edhe për ushqim se çka hane. Unë deri sot, mos më rajt, deri sot, jo po deri para 3 dite, kom hangër vetë salata, kom hangër chicken teriyaki që më një me gjete po keja, edhe pse nuk është reklam kjo, po du më kallëzu ku më një me hangër shëndetshëm, edhe më një me pi detox me trongoj, me ginger edhe me lime. Do të normal më rujt edhe në ushqim. Tjetra, mas operimet, unë e kom fillu me i ba seancat për masazhen limfatike për barken. Edhe kom vendos Serena Center që ja u la këto, se just shysh do një me bo masazhen mas të bëni operimin e barkot. Është me pa tjetër për me pas rezultatin sa ma të mirë, se nuk mund është të vish me kry operimin edhe me thonë, okej, unë e kryva operimin edhe it's done, mu ka hek t'ule, no. Unë e kom bo masazhen te Serena, që kam ndonë me një video tjetër, procesin e masazhav që janë. Fillem jam shku çdo det, tash jam të shku 3 herë në javë mi bo masazhat. Tjetra është, emri doktorit tem është Artan Dika, që kom bo unë operimin. Tash jam bo 3 javë, të shune kom bo 3 javë për operimet, jam të unë i te për mirë, po kursetin do është me majtë pak të në 6 javë, që kursetin që një të ma po, edhe pse mu ka bo te për bajat me vesh, ama për një rezultat sa ma të mirë, do shme majtë. Se kjo e ndihmon trupin për me e ngji, do me thonë pjesën e barkut ku të ka hek. Unë gjithsej i kam 12 bira, mu kam bon kitë pjesë të anash këto, poshtë këto, te kthiza, te anash te kukat, poshtë, edhe te shpina 2 bira. Dhimbja nuk kom pas të birat, mas 4 ditë jem shku i kom hek pejt, jem kom ka 2 pejt vogël, pejt më kam dhimt, edhe pejt më kam dhimt kur mi ka hek, nuk më i mirë rajt as këto. Shajat për momentin nuk është i pëduken shumë të mdhoja, ama besoj që me laser më i mi hek. Sani kryesor që pëdu mja u thonë, une me qëtë video nuk pëdu mja u sugjeru femnat të reja me bo këtë operim, jam të full prej moshës 22 e të poshtë. Kjo ma shumë t'i vlim për nanat,
që kanë bo lindje, edhe mas lindjes që ka me i të barko. Unë e kumë bali liposuccionin, amo ato janë mami tëk, edhe e ka emrin tjetra abdomen. Nuk e di sigur, se s'po du me thonë pa e di sigurt. Unë e këtë operem nuk e sugjeroj për qika të reja, në që se kanë shumë pak bark edhe thojnë me hek, se jo mëne me shku me ushtru, jo mëne me dieta, it's great okay. Për qika që s'ndjen rahat me trupin e tyne, që janë mbi pesh, mëne me bo këtë operen edhe ja sugjeroj 100%. Do me thonë, unë e ma shumë të e kum bo këtë video dhe nuk më dasht me marit më sheft, më kalzu juve, nuk do të me shku veç jashtë Kosovës për me i kry këto operime. Kena mjek shumë të mirë edhe këto, edhe ka klinikat ndryshme që bojnë, po ne kum gjithë spitalin Amerikan se prej që kum bo operimin e shpines, veç aty i kry krejt kontrollat, edhe jam tepër e lumtur me ta, edhe me stafin e me gjithë shka janë number one për momentin. Ditë e para, mas operimet, do një me pushu ma shumë në shtrit, mës me dal, unë e kum najt gati një ave gjysë më rana, s'kum dal heq, pju ka zedhe diçka tjetër, ka dita e pest, më një mu nisin depresion, më në të njarë me kajt, ose më një mu një keq, ama është puna që kine mu një shumë vetë, dyqysh, s'po di shme jam spjegu veç në asha puna e anestezionit, më në të me ju arë që është me kajt, ose më një keq, edhe pse unë e kom ditë se muve shumë kanë kallëzu që më është me kajt. Edhe tjetra është në që se stivnojnë ato pumpat këto, për me u largu që ata uje dhe dikon që më në të më mblidh topa, do me thonë me masazh limfatike më nëshmi largu. Gjithashtu, rezultate nuk kam u po krejt fillim, mu po më shiet barku i vogël, ama normal që hala nuk e ka marrë atë formën tamam që shdojt, se te barku për shembull në fillim hala do pjesë janë si gungat vogla, se do të mushtri edhe të paktën 3 deri në 6 muaj shiet rezultati final. Unë haloja me ajt, hala ancoret i kam tajta edhe në fillimin e barkut këto, ama formën jam të evri që është të e marrë tepër mirë formën, edhe veç mendjes jam të pritë të kurset me hek. Unë e që video e kom bo shumë e qef për juve, edhe në që se keni pyetje tjera, shkruni poshtë, unë kam mendo, kam e shkru spitalin, emrin e doktorit, vendi ku i kom bo masazhat, edhe vendi për me hangër book healthy, ja u kallzova. Kështu që ju dua, kaloni sa ma bukur. Bye!